shqip që thoj pa dhe nuk ka fe. Në qoftë se për shembull Arabia Saudite është shumë mirë të jetu, unë jam këtu keq. Arabët janë mirë atje, unë jam këtu keq, jam shqiptar. Ne patëm këtu t'hujt. Pushtust, nuk ishin mirë. Objektin e kishin, po s'mu ishin marrë më lut. Ata shkuan në shlirin vendin, tash është objekti i joni, tash na vi me lutin. Atëherë kjo është arsye që thon pa dhe nuk ka fe. Secili i Zotit shtëpisë shpitve. Këtë argumentoj mas mire që mund të shifni edhe simbolin kombëtar. A dheu të ne Bektashi është primari. Mbëdhe me këtë mburremi. Radikal, kur është vetëm një islam. Islami është vetëm një. Njerëz që komentojnë islamin, ata janë radikal. Ndërsa islami nuk është radikal, është një islam. Ndërsa ne kur e kthejmë islamin sipas nevojave tona, sipas kërkesave tona, sipas tekeve tona, atëherë del gjithçka. Islami në Kosovë është 500 vjet. Islam kemi qenë që 500 vjet, jo të gjithë, kemi ardhurit numrin e islamit në Kosovë, po kemi qenë islam. Këto mos marrëveshje nuk i kemi pas. Atëherë si ti quajmë këto? A janë tonat, a lindën me ne, a erdhen? 500 vjet nuk e kemi pas këtë temë. Nuk është zhvillu kjo temë, islami radikal ose islami këtë. Për flasë për Kosovë, për shtetet e tjera, pse të flasë? Nuk e kemi pas, tash e kemi. Atëherë, secili që mendon që i takon islamit me tjetë kontribus për islamin e vërtet. Shumë e lehtë. Duhet ta kemi shpirtin e pastër, mendimin e drejtë. Ka për detyrë, ka oblikim të maj ligjërat për mirëdhënie të këqijat. Me na mësu neve që shkojmë mu lut, se duhet me qenë mirë, duhet me rrejt, duhet me mashtru, duhet me vjedh, po gjithsesi në fjalorin e tij mos me pas fjalë e quaj shumë bëhet konfuze. Ato janë parësishme. Në qoftë se nuk e respektojmë një gjini, nuk në thata ajo që pjekuzoj femnë. Ato femnë në qoftë se kanë bërë të kijat nuk i kanë bërë bashkë, po i kanë bërë me mashkull, edhe ata mashkull. Janë të njëjtë. E dim që në botë gjithmonë ka pas njerëz këqij edhe njerëz mirë. Po për më botë mirë, ne nuk guxojmë të jemi të ashpër. Është vërtet që e ka nxënësit e vetë, ka njerëz të vetë, duhet më mësu mirë. Duhet më mësu mirë. Po në kanë herë jemi njerëz, flasim, na ikin disa fjalë. Secili prej nesh jemi të vetëdijshëm. Sot kemi shumë pak njerëz që nuk lexojnë. Kemi shumë njerëz që lexojnë. Secili prej nesh e lexon Kur'anin, lexon komentet e Kur'anit, lexon hadithet. Ato në mësojnë si duhet të sillemi njëri me tjetrin. Në qoftë se dikur ka qenë ligji, me këtë dorë ke vjedhë me ta prej dorën, sot nuk është ai ligj. Duhet me ikë atë në gjanave që kanë qenë para 700 vjetë, 1000 vjetë. Sot jetojmë shekullin 21, ka arsye tjera, ka bindje tjera. Tjetër kur të respektoj, tjetër kur të toleroj. Toleroj se s'po kam shka me të bo, atë respektoj se dua, se ka shpreje tjera. Për mu nuk mjafton toleranca, duhet respekt. I takoj besimi tjetër, i takoj islamit po një rendit tjetër, mu duhet më të respektu. Se Zoti thot duja njeri unë, respektoj njeri.